A ju ka kontaktuar qoftë partit opozitare, qoftë kryeministri, pra grupin multietnik për çështjen e votës për presidentin, pra sepse duket se kanjëherë po e marrin votën e komuniteteve, le të themi forgranted kështu. Ju e dini që kam kriju një element politik, ndoshta jam shembull konkret kur kam ditë me pas qëndrim ndryshe. Domethënë në kohën kur kanë thonë më njëherë pas zgjedhjeve kanë thonë që ne kemi +10, nuk ju ka dalë ashtu, ka dalë që ne kemi edhe mendime ndryshe, kemi veprime ndryshe, domethënë ne kemi qëndrimet tona politike. Ne kemi dhënë deklarim secili nga ne, me sa unë kam kuptuar secili ka thënë që jemi të interesuar mos me shku në zgjedhje. Asnjëri nga ne nuk është i interesuar me shku në zgjedhje, janë të interesuar me mbështet cili do kandidat që vjen konsensual. Pikërisht ndoshta kjo është arsyeja që e kanë marrë si të mirëqen këtë punë dhe normalisht vetëm një kandidat konsensual zoti Berisha apo edhe një kandidat që mund të jetë mos jo konsensual, sepse Lëvizja Vendosi tashmë i ka propozuar 2 kandidatë, ka Glaukën Lufçën dhe ne kemi mundësi praktikisht ne kemi mundësi deri në 4 kandidat më i pas si kandidat potencial. Normalisht duhet mi siguru 30 nënshkrime, tash nuk e di si do të veprohet me çështjen e nënshkrimeve, por megjithatë mirë do të ishte që të ishte një garë vërtet e njerëzve të cilët vërtet do të qeshin zgjedhje për ne. Por praktika ka treguar që në Kosovë nuk kemi mundësi me pas një garë të tillë, dhe normalisht do të me ka një preferencë ose me ka një marrëveshje ose ka është rasti kur ka ardhur prej faktorit ndërkombëtar kur ka ardhur me Zarf. Do nuk jam i thar i Zarfit, ne kemi njerëz shumë të mirë, të mjaftueshëm që madje edhe në komunitetin tim ka njerëz që vërtet i plotësojnë kushtet për me pas me ushtru detyrën e presidentit. E lemo në gjithë popullsinë e Kosovës dhe kjo vërtet s'ka kuptim. Është të qartë. Është lojë politike në mes të partive politike të cilat sigurisht që tentojnë me marrë sa më shumë pushtet. Prej partive të cilat mundohen me hudh fajsim, por në këtë situatë unë mendoj që duhet dalim nga kjo krizë dhe vërtet kemi një mundësi të dalis nga kjo situatë dhe ndoshta me rikthy diskutimin ose qëndrimin e Murat Jasharit edhe besoj që na nuk presim me pas në luftë në Kosovë, po vërtet situata është shumë e rëndë dhe unë bëjtire që të rikthehet sigurisht ndroj qëndrim pra. Në një situatë tillë, nëse nuk kemi zgjidhje tjetër, atëherë unë mendoj që është momenti duhur, vërtet nëse ne shkojmë zgjedhje, është diçka që ne do ta dëmtojmë Kosovën, do të hyjmë në procese të cilat janë të errta, nuk kalojmë procese të cilat janë të rëndësishme me fillu me njëherë, dhe normalisht mendoj që zoti Jasharia ka menduar një moment tillë kur ne nuk kemi asnjë zgjidhje dhe ai moment sigurisht që në 12 ditë do të vijë. Edhe pse kanë partitë politike kanë personalitete tepër të mira, secili prej tyre mund gjej të paktën 10 nga ta, nga secila parti mund të ofrojë kandidat të mjaftueshëm, dhe unë jam për me votu dhe me kalu me ectutje. Preferenca juaj mbetet Murat Jashari. Tani në situatën që jemi, unë si familje i përulem vepra tyne dhe si kandidat, me qenë se është secila nga partitë janë deklaruar që Murat Jashari është i pranueshëm për gjithë. Derisa unë jam